shpalljes pavarësisë në incidentet që kanë ndodhur në zonën kufitare. Dhe tutje pastaj vendimet e mëdha kanë ndodhur në vitin 2011 kur është vendosur kontrolli kufitar me pika statike doganore në zonën e veriut Kosovës. Situata ka nisë me ndryshu normalisht me nisjen e integrimit të serbëve pas marrëveshjes së vitit 2013 dhe kthimit apo po e quaj legalizimit të institucioneve, mirë po aty kemi pas një vendim shumë të rrezikshëm të cilën unë mendoj që është i pafalshëm për realitetin e Kosovës, që ka qenë ligji i quajtur ligji i amnestisë, i cili ka amnestu plotësisht strukturën kriminale të veriut, përfshirë edhe strukturën ilegale e cila është marrë me kontrabandim të mallrave dhe me miliona euro fitime të cilat janë gjeneru për dy palët, pra edhe për shqiptarët edhe për serbët, dhe e cila pastaj ka mundësu ndërtimin e një perandorie kriminale e cila veriun e Kosovës vazhdon me majt bank ende, pra edhe në kohën kur po flasim tani, ata njerëz të cilët kanë gjeneru miliarda euro në veriun e Kosovës, kanë mri me fitu pushtet politik shumë të madh në Serbi dhe stadion zotrues të bizneseve të mëdha, të cilat edhe mri me sundu, kisha me thonë, një pjesë të madhe të politikës në Serbi, edhe në anën tjetër janë biznesmen të fuqishëm në pjesën jugore të Kosovës, pra në shqiptarë të cilët zotrojnë miliona euro dhe kryesisht në bizneset e ndërtimit dhe në pjesën tjetër, që nënkupton që kanë ende vazhdojnë me pas një kontroll bukur të madh në jetën tonë publike. Legalizimi i kësaj strukture pastaj ka vazhdu me paraqit nevojën që në vazhdim si në verit Kosovës me pas një zonë të qetë, të lirë, zhvillimit ekonomik, të zhvillimit, kisha me thonë, të mundësive që këto grupe me vazhdu me qëndru në atë zonë të pa prekun dhe të pa pengun prej kërkujt. Realisht, çka ka ndodhur është që komuniteti serb i cili jeton në atë zonë ka qenë një prej komuniteteve, kisha me thonë, më të manipulume edhe më të dëmtume për shkak të këtij eksperimenti të dy palëve, sidomos në ato që ai komunitet në vazhdimsi po ta shohim në deklaratat financiare ka pranu miliona euro investime, ndërsa investimet janë vetëm letër, ndërsa në teren nuk ka ndodhur, dhe si rrjedhoja e kësaj njerëzit atje nuk jetojnë mirë. Pra në pjesën jugore njerëzit mendojnë që qytetarët serbë në veri jetojnë në një parajs, marrin paga të mëdha, kanë shkolla të mira, kanë rrugë të mira, kanë ndryshim të mirë, kanë zonë të luksit të jetesës. Realisht po të shkojsh në veri dhe po të shosh që jeton komuniteti atje është një Kosovë